Vuani nga artriti, mos i konsumoni këto ushqime. A jeni ju një nga 53 milion persona në botë që vuajnë nga artriti? Artriti është një sëmundje që përfshin afërsisht 100 çrregullime të nyjeve, të cilat i prekin si të rriturit dhe të vegjëlit. Kjo sëmundje shkaktohet me dhimbje në nyje, inflamacione dhe probleme në lëvizje. Artriti është një sëmundje progresive, prandaj me kalimin e kohës mund të përkeqësohet duke dëmtuar lëkurën dhe organet. Gjithsesi, nëse dëshironi të mbani simptomat nën kontroll, atëherë është e rëndësishme që të ndiqni disa rregulla, sidomos kur vjen puna te ushqyerja. Disa nga ushqimet që njerëzit me artrit sipas Healthy Side nuk duhet i konsumojnë janë këto: ushqimet e skuqura pasi kanë një arsye për të rritur inflamacionin në trup. Produktet e skuqura përpose rrisin rrezikun e diabetit, ndikojnë edhe te artriti. Vaj i mistrit është armiku i madh i shëndetit. Duhani, ëmbëlsirat, produktet e bulmetit duhet të evitohen nga dita juaj dhe të zhvendësohen me ushqime të mira.